nuk po kryen punë që duhet me ligj, me ndalu, mos me pas të drejt qeveria, as një ministri, as komuna, as kushdo me jep të nder një burimor. Kjo është absurde. Deri dje ki punu me një kompani, edhe momenti kur bësh ministër dhe zëvendësministër, jep të nder para ndryshimit ligjit prokurimit. Nuk bën veç me hyj me thonë po hyjm proces ndryshimit dhe s'po dim çka po ndryshojmë. Po para ndryshimit duhet me bëni analizë problemeve në prokurim, edhe ne këtë farë grupi që bën këtë analizë duhet me qenë përfshime këtë institucionet relevante, normalisht edhe media dhe shoqëria civile, për me identifiku problemet që i kemi pas në prokurim publik, edhe pastaj me mundu këto probleme me evitu përmes ndryshimeve ligjore. Kjo është e para me rëndësishmja. Te pjesa tjetër, domethënë janë dy probleme, është çmimi më i lirë dhe është ekonomikisht më i favorshëm. Zakonisht shkon te çmimi më i lirë, e që kjo po sjell shumë probleme të rëndë sepse nuk po kryen punë që duhet, thjesht duhet me pa ndryshimin e këtyre dy mekanizmave që bëhet vendosja se kush me fitu të nderin. Normalisht që pastaj është edhe tek të nderat një burimor. Duhet me ligj, me ndalu, mos me pas të drejt qeveria, as një ministri, as komuna, as kushdo me jep të nder një burimor për me shtru asfalt ose për me bëu diçka punë tjera. Kjo është ka specifikat veçanta kur ti duhesh me ul me jap të nder një burimor për shkak të një gjendje të jashtëzakonshme që mundet me ekzistu. Dhe e treta, duhet me ligj me u ndeshku dhe me u ndalu, mos me pas të drejt ministri ose zëvendësministri të nderin e parë multimilionsh m'ia jap kompanisë që deri dje ka punuar do. Kjo është absurde. Deri dje ki punu me një kompani, edhe momenti kur bëhesh ministër dhe zëvendësministër, jap të nder 10 miliona euro pikërisht asaj kompanie, edhe pastaj edhe dolin fotografitë që pikërisht zëvendësministri del fotografi me pronarët asaj kompanie. Kjo është absurde. Këto janë problemet që duhet me u identifiku dhe duhet me u ndalu me ligj. Nuk mundet me shku kështu. Parët e taksapaguesve kosovar nuk mundet me u keq përdorur përmes të nderave një burimor, përmes dhënies së të nderave kompanive ku vetë ministrat dhe zëvendësministrat kanë punuar në to, sepse parët e taksapaguesve kosovar duhet me u përdor që ky vend me u zhvillu duke i lënë ona këto probleme.